Në dhjetor 2019, mjekët në qytetin kinez Wuhan filluan trajtimin e një grupi pacientësh me pneumoni. Qyteti në një provincë pranë Pekinit ka një popullsi prej mbi 11 milion banorësh. Më 11 janar u raportua vdekja e parë dhe infeksionet brenda Kinës vazhduan të rriten, dhe brenda 2 javësh u raportuan raste infektimi në Tajland, Japoni, Korenë e Jugut dhe Gjetiu në Azi. Me afrimin e shpejtë të vitit të ri kinez, shqetësimi për përhapjen e virusit u rrit. Brenda Kinës, miliona persona po përgatiteshin të udhëtonin drejt familjeve në të gjithë vendin dhe jashtë. Aeroportet në mbar botën filluan të kontrollojnë udhëtarët nga Wuhani për temperaturë të lartë ose shenja të etheve. Më 21 janar, qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve konfirmuan se patën rastin e parë të virusit në Shtetet e Bashkuara. Pacienti në shtetin e Washingtonit ishte kthyer së fundmi nga Wuhani. Po punojmë për të përgatitur për gjërat e pritshme, të papritura dhe të paimagjinueshmet, u tha amerikanëve Nancy Messonnier nga Qendra Kombëtare për Imunizimin dhe Sëmundjet e Frymarrjes. Shkencëtarët e quajtën virusin koronavirusi i ri, ose SARS-CoV-2. Sëmundja që shkakton u bë e njohur si COVID-19. Vendimi për të shpallur emergjencën u mor kryesisht për shkak të shenjave të transmetimit nga njeriu te njeriu jashtë Kinës, tha në atë kohë drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në të gjithë botën, konferencat dhe panajiret u anuluan, anijet turistike u futën në karantinë dhe bizneset e detyruara të mbyllen pësuan goditje financiare. Kufit u mbyllën dhe turistët u riatësuan. Mes shqetësimeve për mungesë të furnizimeve, OBSH-ja deklaroi se bota po përballej me një pandemi. Jemi thellësisht të shqetësuar si nga nivelet alarmante të përhapjes dhe ashpërsisë, ashtu edhe nga nivelet alarmante të mosveprimit. Prandaj kemi bërë vlerësimin se COVID-19 mund të karakterizohet si një pandemi, tha drejtori i OBSH-s. Gjatë valës së parë, vende në Evropë si Italia dhe Spanja u goditën rënd, me spitalet që nuk mundeshin të përballonin fluksin e pacientëve të sëmurë rënd, shumë prej të cilëve nuk mbijetuan. Vendet në mbar botën filluan masat e izolimit për të frenuar virusin. Distancimi social dhe dezinfektimi i sipërfaqeve u bën të detyrueshme, ndërsa vazhdonte puna kërkimore për vaksinat. Rikthimi i pjesshëm i bizneseve dhe i shkollave në vjesht u shoqërua me një valë të dytë përhapjeje të COVID-19-s. Më në fund, në dhjetor 2020, një injekcion i ri i llojit mRNA nga kompania Pfizer-BioNTech, i cili nuk përdor viruse të gjalla ose të dobësuara, u miratua në Britani dhe brenda një jave u licencua. Ajo u pasua më vonë nga vaksina e kompanisë Moderna. Studimet më vonë sugjeruan se vaksinat e prodhuara nga Pfizer, BioNTech dhe Moderna siguruan mbrojtje më të mirë ndaj COVID-19-s dhe varianteve të tij të shumta, dhe shumica e vendeve kaluan drejt përdorimit të këtyre vaksinave. Në vitin 2023, 2 shkencëtarë, zbulimet e të cilëve mundësuan vaksinat e reja, u nderuan me çmimin Nobel në mjekësi. Zhvillimi i vaksinave ndihmoi në frenimin e përhapjes së koronavirusit dhe pasi virusi evoluoi në stade të ndryshme, vaksinat u modifikuan. Sipas një modeli matematikor të përdorur në Kolegjin Imperial të Londrës, vaksinat vlerësohet se mund të kenë parandaluar vdekjen e deri në 20 milion personave. Zyrtarët e shëndetësisë paralajmërojnë se edhe pse COVID-19 është ndëruar tashmë në një virus respirator si gripi sezonal, për disa njerëz virusi do të vazhdojë të jetë fatal.